sistemi i ri shkollor. Një sistemi i ri shkollor si zgjidhja e vetme e një mase të madhe të problemeve të shoqërisë tonë, por jo vetëm shoqërisë tonë, është pothuajse në përgjithësi. Kjo është diçka që unë vras mendjen gjatë gjithë kohës. Qëllimi është thjesht që më shumë njerëz të fillojnë të diskutojnë për këtë temë specifikisht, sepse mendoj se është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme për një ndryshim sado të vogël që mund të ndodhi kudo, pa rëndësi ka se ku. Mendoj se shkollat shqiptare kanë disa lloje mangësi dhe sistemi shkollor në gjithë botën ka disa lloje mangësi. Unë personalisht po i afrohem fundit të shkollës time në bisedat që kam pasur me CEO të firmës, domethënë. Më shton pothuajse gjatë gjithë kohës që është e saktë ose është e duhur të jesh i qartë nga ana teknike, domethënë me ato pak gjëra që mëson në shkollë, por që kur të futesh në punë pavarësisht se ku e ke bërë shkollën dhe me çfarë mundesh ke dalë. Dhe më pas kur të fillosh punën, vendoset pasaj se si vazhdohet më tej. Tani ne po flasim për një periudhë kohore rreth 1 vit deri në 3 vit që janë të humbura kot ose me paga shumë të ulta përveç se faktin që po ju humb vlera. Tani, apo ju humb vlera e shkollës se po studiojnë shumë dhe në përgjithësi nuk kanë nota të larta, apo ka arsye të tjera, kjo nuk ka nevojë të diskutohet fare, sepse nëse është mundësia çdo njeri të doj, ose të paktën do e doj për fëmijën e tij. Po që ka një lloj degradimi ka, se nëse ti vete mbaron një shkollë diku që është e vështirë ta mbarosh dhe kur del në punë thotë nuk ka rëndësi se si po del, mjafton mbaroj edhe merr atë letrë dhe hajde në punë. Është pak që tale o vlla, për ça i plasa unë trut gjatë gjithë kohës. Po këto janë gjëra më vonë, këto kërkojnë edhe njerëz që dinë jashtëzakonisht më shumë se sa mua. Unë vetëm më shumë kam shkruar disa gjëra, edhe kam vrarë më shumë në për sistemin nëntëvjeçar, me thënë nga klasa e 5 deri në gjimnaz, deri në përfundim të gjimnazit, është pjesa ku unë vetë kam kaluar shumë mendime rreth kokës, domethënë. Qa mendoj unë se është më e rëndësishme është pjesa e përgjegjshmërisë që i mësore fëmijës. Mendoj se disa nga sistemet amerikane, jo të gjitha, se nuk janë të gjitha njësojat atje, as anglezën më sa di unë, po rëndësia që ka sasia e njerëzve në klasë dhe lëvizja e nxënësve nga klasa në klasa. Unë mbase kjo nuk është e njëjtë në të gjithë Shqipërinë, po me sa di unë, nxënësit nga klasa e 5 deri në fund të gjimnazit janë në një klasë dhe mësuesi që ka lëndën vjen edhe bën atë te njëjta klasë. Edhe ato nxënësit mësojnë, domethënë që rrinë aty me në një vend dhe vjen presin atë të tjerë, domethënë. Unë kështu e lidhe. Është mbase një kapërcim shumë i madh, thoni po dale se fëmijë kemi qenë dhe vetë, kupton, ku mendon ai fëmia ashtu. Unë mendoj se kjo sado pak përqindje, mendoj se kjo e afekton atë qasjen që do bëj fëmia me vonë, që gjithmonë do presi t'i vi. Mendoj se këto të dyja kanë lidhje së bashku. Më saktë, në çdo lloj më saktë ishte që mësuesi, profesori, çfarë do lloji të jetë, të kishte kabinetin e tij. Një shkollë duhet të ketë 2-3 kabinete. Për shembull, për rastin e muhabetit, 2-3 kabinete biologjie, 2-3 profesoresha ose profesor biologjie, dhe nuk ka sens të vesh të mësosh biologjinë në një klasë tjetër. Kur kam qenë në gjimnaz, ne kemi qenë në kabinet biologjie, në thonjza, kemi pasur një dhel për të balsamosur atje dhe një skelet plastik. Edhe ne bënim vetëm biologji nuk bënim atje, mund bënim lloj budalliqesh. Në rastin kur nxënësi do kenë ndikon dhe psikologjikisht shumë kjo. Do vesh nga klasa tjetër, domethënë ke atë pjesën e bredhjes nëpër korridor. Ne mësuar që ju futuni për klasa rinjurt, për një kështu ajo është mendoj se dëmton shumë jetën sociale të fëmijëve. Sa më shumë të lëvizni për mendimin tim është më e mirë, bila ajo lëvizja i ngrej dhe i nxjerr pak nga gjumi. Por që më e rëndësishme është duhet të mësojnë njerëzit të venë atje ku duhet të venë.
për të marrë një njohuri specifike. Që të marrësh notën ose që të akumulosh kreditjet për biologjinë, duhet të shkosh te kabineti i biologjisë, të dëgjosh mësuesin e biologjisë, edhe të kesh rreth e qark gjëra rreth biologjisë. Mua më duket mëse normale kjo, nuk e kuptoj. Domethënë se çfarë argumenti mund të ketë kundër kjo, s'ka asnjë lloj argumenti kundër. Kam menduar disa herë, vetëm thonë që vetëm ja do fillojnë të lëvizin nga klasa në klasa. Ajo thjesht ishte logjistike pastaj. Ashtu fillojnë të bëjnë shkolla siç duhet. Që është lidhur direkt në pjesën e dytë. 43 nxënës kemi qenë, a 41, nuk e mbaj mend. Në një nga ata që kanë pasur klasë po dëgjon. Mund të bëj koment, po sa kemi qenë vërtet se mbaj mend. Unë di se kemi qenë 41, të paktën në fillim. Tani, po të bëhesh disa individ që kanë qenë edhe më çapkën, domethënë, se sa unë apo se të tjerët ose që i shkonte muhabeti bashkë, ishin të pëlqyeshëm rreth njëri tjetrit, domethënë edhe 10 veta të ishin dhe nuk i mbaje dot. Imagjino tash 41 individ të ndryshëm. Nuk e di, më duket absurditet në kulm, domethënë. Duhet të ketë një ligj që duhet të ndalojë numrin 20 për klasa. Duke marrë parasysh dhe klasën e mësuesisë që kemi ne. Unë kam akoma sot e kësaj dite idhuj nga gjimnazi. Edhe pa shaka, nuk i them për t'i mburur, po vërtet kam persona që pa u futur fare te karakteri, tek ndërtimi ose tek aftësitë që kanë pasur ata, sa kanë ditur, vetëm te karakteri që kanë pasur si individ, unë i respektoj sot e kësaj dite se mund të jenë ata pak presor që kanë shpëtuar atë brezin ton, ose ata pak që kanë shpëtuar, se s'kanë shpëtuar gjithë normalisht. Po është fatkeqësi më pritet, se sado mos të ketë karakteri mësuesi, domethënë edhe më të thjeshtë ka të kontrollojë një klasë me 20 vet. Gjithë e dim që po. Se thonë për jam respektoj mësuesin, jo kështu budalliqe të gjitha ato që i çon. Gjithë kemi qenë adoleshentë të burr. Edhe në qoftë se je i fortë i klasës, edhe në qoftë se je i fundit i klasës, ato adoleshenca njësoj të ka, hormonet njësoj të ngjiten. Kështu që në një pikë ose në një tjetër gjithmonë do i vihesh njëherë kundër mësuesit. Po është më e thjeshtë për të rregulluar çdo gjë nëse ka më pak. Është më e thjeshtë për të rregulluar çdo gjë nëse ka më pak persona, krijon dhe lidhje mësuesi me individët. Edhe kjo është detyrë vetëm një mësuesi. Unë jam i një mendimi domethënë që mësuesit që duhet të kenë kujdestari, duhet të jenë mësues të lëndëve shoqërore. Pa ku i shkuptuar me asnjë jam armiku i lëndëve shoqërore, domethënë, sepse unë asnjë nuk e kam pëlqyer, po me kalimin e kohës më është mbushur dhe mendja mua të thënë që kujdesaria duhet të kalojë atyre. Është absurditet të jetë një mësues me matematike të ketë kujdestari, domethënë. Ata kanë jashtëzakonisht shumë punë për të bërë. Kurse po të marrim lëndët që mungojnë si edukatë seksuale, për shembull, që duhet futet sa një orë përpara. Qytetari, etik. Nuk kemi etik, ne kemi shkollën laike, të gjitha shkollat laike në Europë që kanë hequr normalisht. Në Europë ka laike, ka dhe evangelike që janë. Në këto ose do kesh mësim feje, ose do kesh etik. Ne nuk kemi asnjë gjë. Tani, mësuesit që do japin qytetari, që do japin histori, edukat seksuale, edukat fizike, mos ta harrojmë. Është shoqërore, pavarësisht se është ushtrim fizik, po është një nga lëndët më shoqërore që mund të ekzistojë për mendimin tim, të paktën nga ndikimi që ka për ato. Këta duhet të jenë profesor që duhet të kenë klasat në kujdestari. Edhe ndarja, për mendimin tim, ne mund të marrim pak nga sistemi grek, kur mund të themi që është do ishte më logjikshme të ishim nga klasa e parë deri në klasën e 6, një stad shkollor. Pastaj kur fillon që ndihen ato goditjet e para që japin hormonet, domethënë tek adoleshentët, duhet të jetë klasa e 7, 8, 9. Aty fillon vërtet pruni, prandaj duhet të ndahen që aty. Aty duhet të fillojë ndarja e vërtetë e nxënësve, domethënë. Që aty duhet të jepet nxënësve mundësia për lëndë me zgjedhje. Për mendimin tim duhet të jepet lëndi me zgjedhje me not, po duhet të jepet edhe lëndë me zgjedhje pa not, po vetëm me kredite, që ata duhet të bëjnë diçka. Se ka pasur gjëra për shkakun që edhe unë kam pasur qejf të bëj, që nuk isha shumë i mirë. Bile se kundërta, që nuk isha i mirë, po thjesht më interesonte të bëja. Ajo është një uri, ajo nuk humba asnjë gjë nga ajo.
Edhe fillon edhe ja jep për mendimin tim personave atë fuqin që mund të zgjedhin vetë, që kanë vetë në dorë se çfarë duan të mësojnë. I rrit përgjegjësinë. Dhe kur e ke bërë me detyrim dhe edukimin seksual, siç e përmenda pak më përpara, dhe edukimin fizik, dhe etikën, apo qytetarin, të gjitha këto së bashku do jenë lëndët ku ti do investosh dhe pak më shumë për kualifikimin e mësuesve, dhe mësueset e këtyre do kenë dhe kujdestarinë e klasave, edhe historinë, se haruam dhe historinë tek ai grupi. Këta mësues do i kenë klasat në mbikëqyrje jo si brigadieri në kohën e komunizmit, por do kenë atë afrimitet, do jenë ata që përveç afrimitetit që do japi çdo lloj mësuesi tjetër, do kenë atë afrimitetin direkt, që janë ata si të themi si ai kryetari i grupit, mbase është më fisme si fjalë, domethënë. Jo kujdestari, po ai që do të japi shembull, që do të merret me të zgjidhur problemet. Ke parasysh problemet idiote që kemi ne, ose që kishim kur ishim të vegjël? Në tonë ky më tha këtë, ai më tha këtë. Ja kupton. Këto janë gjëra që po të jetë një mësues që është një çik më i aftë nga ana sociale. Se ne i bjem qafë mësuesve të fizikës e politë, kupton? Imagjino tani të bësh aq vite fizik që të arrish në stadin të japësh mësimdhënie, pastaj të merresh me ndjenjat e personave. Është absurditet, e kupton? Apo matematik. I ka vllai gjena një x tani. Çto me njerëzit. Ju falenderoj që s'keni asnjë punë tjetër se sa të më dëgjoni mua duke folur në veten time. Të isha shumë falendërues nëse mund të reagoni në komente për cilësinë apo për tema të tjera shpërndarje nëse ju pëlqen. Faleminderit që jeni me mua në këtë rrugëtim.